Djali vrau baban me thik në Durrës, vllai i viktimës për autorin e krimit, ta varin si qen, 3 ditë më parë varosën nënën. Durrësi është tronditur ditën e djeshme nga një krim në familje ku djali ka vrarë babain e tij me thikën e bukës. Vllai i viktimës u shpreh se është i shokuar nga kjo ngjarje e rëndë, teksa më pas zbuloi se i vllai ishte një njeri që i ndihmonte të gjithë. Ndër të tjera i deklaroi se lajmin e vrasjes e ka marrë vesh nga e bia e cila jeton në Itali. Nuk dim asnjë lloj shqetësimi, nuk dim. Ka qenë jashtë djali, ka ardhur para 3 ditësh, kemi varosur nënën, i qetë ka qenë për çdo punë i gatshëm, vllai i ka pas bërë të gjitha punët, ka qenë i dhënë, respektonte dhe i ndihmonte njerëzit. Ai ka qëndruar jashtë prej kohësh, nuk e dim se çfarë ka bërë andej. Para 4 apo 5 muajsh është rikthyer në Shqipëri. Me vllain fola një ditë para krimit, ishte me 3 ditëshin e vdekjes së nënës, ishim në fshatin ku është bërë varimi dhe hëngrëm drek, më pas u kthyem dhe njoftimin e kam marrë nga vajza që është në Itali. Më mori në telefon. Mos i raft asnjëri ta provoj. Vllai nuk më ka shprehur asnjë shqetësim. Për vdekjen e nënës ka qenë shumë i tronditur. Në asnjë vdekje nuk ka qenë kështu. Kam thënë si ka mundësi që e lëshoj veten, me varë si qeni, ai të jetë dënimi i tij, edhe aq dhe ka pak, ka thënë vllai i të ndjerit.